Një shtëpi është përfshirë nga flakët rreth orës 2 të mëngjesit të së dielës në lagjen Skënderbeg të qytetit të Shkodrës, duke shkaktuar fatmirësisht vetëm dëme materiale. Në banesë, në momentin e flakëve ndodhej një moshuar 90 vjeçare, e cila fatmirësisht ka arritur të dalë në kohë dhe duke mos marrë dëmtime. Ka qenë vetë moshuara, që fillimisht ka tentuar të shuaj zjarrin, por nuk ja ka dalë, pasi është përhapur në të gjithë banesën dhe është dashur ndërhyrja e forcave zjarrfikse për të vendosur nën kontroll situatën. E moshuara është shoqëruar në spitalin rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmën e parë, por fatmirësisht nuk ka pasur lëndime, ndërsa banesa është shkrumbuar plotësisht duke shkaktuar dëme të shumta. 90 vjeçaria banonte vetme në banesë, ndërsa ende janë të paqarta rrethanat e këtij zjarri. Policia po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje.